Formalisht nuk do të kemi kuvend të konstituar, nëse Nëse në kryetari i kuvendit nuk zgjidhet dikush ose ndonjëra nga komuniteti shumicë serb, në rastin konkret që përfaqësohet nga lista serbe. Formalisht nuk do të kemi kuvend të konstituar, e praktikisht për partinë e Kurtit do të kemi kuvend të konstituar. Kosova do të jetojë me dy rrëfime. Me dy rrëfime, me dy animoziteti, llojet. Po ndëgjoj, nuk është hera e parë që po ndodhin paradokse të këtilla politike, do thotë zhduket do të vazhdohet përsëri me mbajtjen gjallë të këtyre temave, do thotë abstrakte në kuptimin e jetës ditore të qytetarëve të Kosovës, por që po krijojnë një terren të favorshëm elektoral lëvizjes së vendosjes. Dhe një indikacion tjetër, do të që mund të kemi zgjedhje, mos harro, nëse s'kan lidhje kauzale njëra me tjetrën, është deklarimi sot i ZRE-s se nuk do të ketë shtretim të rrymës së energjisë elektrike. Mbase mund duken që s'kan lidhje njëra me tjetrën, mbase mund duken që ZRE është një trup i pavarur administrativ që merret me çështje krejt tjera, por ky mesazh dërguar qytetarëve të Kosovës do të mund duket në funksion të kalkulimeve të mundshme elektorale, sepse kështu kishte ndodhur edhe vitin e kaluar, kur mediat dhan indikacione se do të ketë shtretim të rrymës. Para datës 9 shkurt, ZRE-ja e kishte mohuar kategorikisht atë. Pas përfundimit të zgjedhjeve nuk shkoi një muaj u shtrejtua rryma. Dhe ky zotim sot i këtij institucioni që nuk vjen në shprehje, nuk do të ketë rritje të rrymës. Është koordinim me Kurtin thonë. Nuk mund ta argumentoj këtë. Nuk mund ta argumentoj këtë, nuk mund ta. Ke dyshimet tua se mirë, ky zotim i këtij institucioni, ky zotim pikërisht në këtë kohë të frustrimit të madh publik për shtretim të katërt të energjisë elektrike brenda mandatit të qeverisjes Kurti, nuk mund të shihet jashtë kalkulimeve elektorale që mund të ketë partia në pushtet.